dy momente, një javën e kalum, një më preku, një më gëzoj. Në Shkup në Qarshi, para disa ditëve, shkova me falë namazin e akşamit në xhami. Edhe sa u gëzova kur e pash se xhamia ishte e mbushur me xhamat brenda dhe që imami Allahu i dha shëndet, Hafës Sada e fal me hatme, ishte moment i reflektimit, moment i knatësisë, i gëzimit brenda në namaz. Aq sa u kënaqem namaz kur dola prej xhamisë dhe i pash aty afër në qajtore dyqanxhit që rrinin afër xhamisë dhe s'kishin pas vullnetin, guximin, energjinë, vendimin që edhe ata ta falin namazin me të tjerët, kjo gjendje edhe kjo pamje më mërziti shumë. Po të ishte pak më larg, po të ishte kalimtar i rastit, do të themi se e ka punë, e ka larg, ka angazhim, po të jesh afër xhamisë. E të kesh sabrin, siç ka thonë ai hoxha, sabërlia më e madh është ai që e ka shtëpinë gjithë me xhamin, e s'shkon asnjëherë me fal namazin në xhami. Edhe është e dhëmshme. E gjithëve na ndodh kjo pamje që e pashun në Qarshi, gjithëve na ndodh në shtëpia tona. Ti nisesh për xhami, e lën shtëpi gruan që s'falet. Ti nisesh për xhami, e i lën fëmijë shtëpi që s'falen. Ti nisesh për xhami, e i lën shtëpi prindërit që s'falen. Ti shkon në xhami, e ngelin musafirët të ti në shtëpi që s'falen. Bile, ndoshta atëherë, ndoshta disa herë, ata musafirë që s'falen bëhen se mëpë që edhe ti mos me dalë në xhami e me falë namazin në shtëpi masi të kaloje koha e parë. Gjithë ne kemi kësi raste. Ajo që duhet me na dhimbt, edhe ajo që duhet na me qelë si temë është pse me sa të drejtë fetare, me çfarë ndjenja dhe emocione na jemi kaq të ftoftë kaq atyre. Ase kemi grua që dojna me to me jetu bashkë dynjan dhe ahiretin, ase kemi fëmijë që i dua më shumë se vetja jonë, e kemi dëshirë që ata ti kemi bashkë me vetin dynjan në ahiret. Ase kemi prind që i dua më shumë se vetja, e ti kemi ata prind me vetin dynjan, po se po ti kemi edhe në ahiret. A nuk kemi filanin miq, e kemi qef ta kemi bashkë në xhenet? A nuk kena filanin ndaj, e kena qef ta kena bashkë në xhenet? A se kena filanin teze, e kemi qef tjetë edhe ajo me në xhenet? E se kemi filanin hall, e kemi qef edhe tjetë me neve në xhenet? E se kemi filanin kusheri, e kusherin, e rej, e shpis, e kemi qef edhe ata, ashtu si kurse knaqemi në tubimet familjare me ta, knaqemi me ta edhe në xhenet. Si ka mundësi? Si ka mundësi zemra jeme dhe jotja me i pa këta njerëz që nuk jam në imballin sejdë Allahu subhanahu wa taala? Si ka mundësi me ndejt ti indiferent? Si ka mundësi ti me ndejt gjakftoft? Si ka mundësi që ti mos reagosh me ndjenja dhe emocione? Si ka mundësi që ti të kalosh pranë tyre, të rish me ta, e ta dish nga udhëzimet e Islamit, nga ajetet e Kuranit dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se mos falja është mëkat i madh i cili shkakton dëshkim të madh për të në dynjë dhe në ahiret. Dhe se shumicën e belave që i kemi në kokat tona na vijnë për shkak se na nuk falemi. Edhe normalisht prej shkaqeve kryesore që njerëzit do të ndeshkohen në ahiret me xhehenem, do të jetë sepse ata nuk janë falë. Andaj thajnë dietarët, rrëfimi më i shkurt, dialogu më i shkurt dhe më i dhëmshëm që e përmend Kurani, ka të bën mu me namazin. Kur Allahu i madhërishëm ka mu thonë disa banorëve të xhehenemit, ma salakakum fi saqar, qalu
lem nekun min el musallin. Çka ju solli juve në sekar, në këtë xhehenem, ata do thënë nuk jena fal. Ata do thënë nuk jena fal. Do thënë momentin që ti kalon pranë tyre, e ti shkon më u fal. Edhe nuk shqetësohesh shpirti jot, nuk dridhet zemra jote, e nuk i ndjenja dhe emocione për ata që i ke gjakut, fisit, afërm, dashur, e s'falen, do thot ti kalon pra njerëzve duke u djek edhe nuk ndërmerr asnjë send. Kalon pra njerëzve duke u djek shtëpia dhe ti shkon thuja të shkon në xhami, s'kam vakt me të nimu ty me nal atë zjarmin që ka kaplu shtëpinë tonë. Kështu është gjendja jonë. Me ata familjar edhe prind edhe miq edhe dashamir tonë që i kemi, e na shkojmë falemi e i lëm ata pa u fal. Do thot ative u digjet trupi i tyre, u digjen shtëpiat e tyre, u digjen mirësit e tyre, edhe ti nuk brengosesh, nuk mërzitesh, nuk shqetësohesh. Edhe vazhdon ti e llogarit vetveten si musliman i mirë. Vazhdon e llogarit vetveten si musliman model. E vllavi jot, gruaja jote, djali jot, nana jote, baba jot, migja jot, daja jot, teza jote, halla jote, e të tjera që i kenë familjen e ngushtë, vazhdojnë ata mos më fal. E ti vazhdon me llogarit veten shumë musliman të mirë. Pasha Allahun e madh. Pasha Rabbul Alamin smutet me kon njeri musliman i mirë. Me ata që kemi familje, i kemi të afërt, e i kemi të dashur, si ka mundësi me qenë të rahat, e me flet të rahat, kur e din se ai për namazin që se ka fal ka mundë shku. Se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salah. Gjëja e parë për të cilën ka më dhënë llogariu në ditën e kiametit ka qenë namazi. E nëse namazi do të jetë në rregull, ka shpëtuar dhe ka korr sukses. E nëse namazi s'ka qenë rregull, ka më thonë Allahu me laçe, shikoni a ka robi im vepra vullnetare. Që boshllokun që ka kriju një jetë me mos falje, të mbulojmë ato nafile që i ka falë, ndoshta me ardhnuat pjesën e dëmtuar të jetës e tij pa namaz. Do të shpëtimi i njeriu që ka ndërlidhur me namazin, s'mundet me shpëtu njeriu nëse se ka falë namazin. Sepse pastaj thot, nëse namazi s'ka qenë rregull, ka të habe o khasir, ka humb dhe shkatru. Ka humb dhe shkatru.